44 vjeçari që përfundoi pas hekurave të shtunën pasi ishte i dehur në timon, përplasi makinën e tij me automjetin e policisë. I arrestuari Rezar Tabazaj, sipas pamjeve të siguruara nga Vision Plus, duket qartë që bën manovra të rrezikshme në rrugë, ndërsa tenton të largohet uniformave blu pas sinjalizimit të këtyre të fundit për të dalë nga makina. Pasi goditi automjetin e patrullës dhe u gjen në rrethim nga 2 mjetet të policisë, 44 vjeçari u detyrua t'i bindej thirrjes së tyre. Ky aksident vjen pas tragjedisë së 3 majit. Aksidenti i shkaktuar nga Nikol Radaçi ndodhi në lagjen numër 15 të Durrësit. 3 fëmijë ishin duke luajtur në trotuar kur 57 vjeçari në gjendje të dehur humbi kontrollin e mjetit dhe mori përpara të miturit, duke lënë të vdekur 2 prej tyre. Rezar Tabazaj rezultoi me 1.4 mg alkool, po më shqetësues është fakti që kjo nuk është hera e parë që ai gjendet i pirë në timon. Ngjarja tragjike me humbjen e 2 fish të jetës shkaktoi një reagim të gjerë publik, ndërsa ligjvënësit kanë paralajmëruar ndryshim të kodit rrugor.